Zoti Guri, përshëndetje. Përshëndetje. Edhe njëri faleminderit shumë për kohën dhe mundimin për informacionin që ne jepni gjithmonë në Albania TV. Paktin më parë u miratua në Parlamentin e Greqisë një ligj i ri për paktin e emigracionit, ku Greqia ashpërsoi masat ditën e djeshme. Ka patur dhe dy zhvillime të tjera. Suedia ka ashpërsuar masat ndaj emigrantëve me ligj dhe njëkohësisht NBE, një komision parlamentar në Bashkimin Evropian, ka miratuar një rregullore për sistemimin e përbashkët të kthimeve, deportimeve të shtetësve të vendeve të treta, që qëndrojnë në mënyrë të palishme në Bashkimin Evropian. E bëra këtë pyetje të gjatë për të bërë një tetën pyetje, çfarë është negative dhe çfarë është pozitive, ç'po ndodh kohët e fundit me emigrantët përfshirë në Bashkimin Evropian. Faleminderit, po, vërtet pyetja është e gjatë, por është domethënë se ka në vetvete shumë elemente të rëndësishme dhe më tepër informacion për bashkëtarët që na ndjekin në rrjetet e ekranet të Albania TV. Konkretisht, siç kemi përformuar bashkëtarët tanë dhe televizionistit, Bashkimi Evropian nuk është më ai që ne njihim dikur, nuk është i njëjtë me Bashkimin Evropian i para pak viteve, ka ndryshuar në mënyrë drastike dhe po vazhdon të ndryshojë në mënyrë edhe më të theksuar, por jo më me atë frymën e një Evrope mikpritëse, krah hapur që mikpriste edhe sistemonte emigrantë dhe refugjatët, por me një Evropë e cila tashmë po i përshtatet të gjithë rrymës globale, rendit të ri botëror, ndryshimit të klimës, lidhur me menaxhimin e problemit serioz të emigrantëve. Konkretisht, aktualisht Evropa ka miratuar me ligj dhe gjithë anëtarët e saj po aplikojnë politikat e reja të paktit të emigracionit dhe azilit që parashikon masa shumë drastike, shumë të rrepta për qytetarët e vendeve të treta që ndodhen në Evropë në procedura të rregullta ose të parregullta në formë ligjore apo jo ligjore. Fatmirësisht në Evropë ata që janë në procedura ligjore nuk prekin nga këto çështje, por ata që janë të parregullta, janë në proces legalizimi, preken dhe do të hasen me një sër problemesh. Aq më tepër nëse jetojnë në vende që janë siç është Greqia, Italia, Spanja apo dhe vendet skandinave siç the Suedia, ku po ashpërsojnë shumë më tepër ligjet dhe masa ndaj emigrantëve. Konkretisht, Suedia ditën e djeshme ka miratuar një ligj ku jo vetëm do të deportojë emigrant, jo vetëm që do të ka marrë masa shtrënguese, por masa shtrënguese që parashikon ligji janë vërtet të panjohura më parë, por të pahasur dhe të paimagjinueshme për një vend siç është Suedia, një vend me një sistem shumë demokratik, shumë të paruar, por që fatkeqësisht ka ndryshuar shumë përbërja sociale dhe aq më tepër rritja e kriminalistikës dhe shtimi i numrit të lartë të emigrantëve dhe refugjatëve ka bërë që shteti suedez të marrë masa drastike duke harmonizuar politikat me paktin e migracionit dhe azilit të Bashkimit Evropian, por njëkohësisht duke marrë masa shumë shtrënguese. Më konkretisht, nëse dikush në Suedi në bazë të ligjit të ri shkel ligjin apo akoma edhe masa administrative, humbet lejën e qëndrimit dhe deportohet nga Suedia. Në të njëjtën klim është edhe ligji i miratuar pak ditë më parë në Greqi, ku një emigrant nëse ka konstatuar me shkelje ligjore, humbet lejën e qëndrimit ose nuk e merr lejën e qëndrimit dhe me procedura fast track të përshpejtuara ai do të kthehet në adheun e origjinës, pa në vendin e origjinës, për të riadresohet. Në rast të kundërt, siç e kemi thënë, Greqia dhe shumë vende të tjera të Bashkimit Evropian kanë rënë dakord me disa vende të kontinentit afrikan, ku po ndërtojnë kampe emigrantësh dhe emigrantët dhe refugjatët e parregullt do të adresohen aty. Në këtë kontekst, aktualisht ka dhe një zhvillim tjetër po nga Bashkimi Evropian dhe lidhet me Komisionin Libe, që është Komisioni për Liritë Civile dhe Drejtësi dhe për çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian, ka marrë një vendim ku tashmë Bashkimi Evropian dhe gjithë vendet e Bashkimit Evropian do të krijojnë konkretisht rrjetin dhe rregulloren e përbashkët ku on blok të gjitha këto vende të deportojnë emigrantë që kanë hyrë në mënyrë të parregullta në Bashkimin Evropian. Mondi, nga sot e tutje, çfarë presin emigrantët kur vazhdojnë akoma në këtë mënyrë, edhe pse ndodhen pas 30 vjetësh të lishëm? Pra ka një farë në frikë në të mes?
të sqarojmë dhe të ndajmë dy gjëra që janë shumë të rëndësishme. Bëhet fjalë për dy kategori fatkeqësisht qytetarë, sepse janë qytetarë të treta, pra emigrantësh. Emigrantët e ligjshëm dhe të rregullt që jetojnë prej vitesh dhe dekadash në vende e Bashkimit Evropian dhe apo në Greqi, sigurisht nuk rrezikojnë, por rrezikojnë vetëm ajo pjesë e cila shkel ligjin apo konstatohet në shkelje administrative, të cilët më pas hasin një sër problemesh. Por, siç e tham, emigracioni me formën dhe mënyrën që tradicionale që ne njihim deri më sot nuk ekziston më, nuk është më e mundur që dikush të emigrojë në një vend tjetër Bashkimit Evropian të pajisë me leje qëndrimi. Ndoshta në disa vende të BE-s ndodh, por në Greqi është e pamundur dhe shumë e vështirë. Madje, siç ne e kemi ritheksuar dhe po ritheksojmë dhe unë gjej rast të bëj një thirrje të gjithë bashkëdhëtarëve që na ndjekin në këto momente të bëjnë kujdes me procedurat e aplikimit qoftë për lejen e qendrimit, pra rinovimin e saj, apo për aplikimet e leje fillestare, sepse do bien viktime personave të papërgjeshëm apo të personave të cilët qarkullojnë me video thirrje në rrjetet sociale dhe është e pamundur pasaj të rikuperohet dëmi që do të pësojnë. Duke sqaruar, ka një procedurë të përshpejtuar për dhënien e lejeve të qëndrimit, ka një ndryshim në administrata greke, ka një vullnet për dhënien e lejes së qëndrimit të gjithë emigrantët që kanë aplikuar për renovimin e lejës së qëndrimit. Madje, rëndësia është në faktin që leje 3 vjeçare, një pjesë e mirë prej tyre, nuk po i merr ato të skaduara siç i merr deri më sot, po i merr madje leje 5 vjeçare. Kjo është një lloj amnistie ose në fakt në thonjza një dhuratë e bërë nga Ministria e Emigracionit për këtë kategori specifike emigrantësh, me qëllim që edhe këta mos të rikthehen përsëri të paguajnë taksën 150 euro tarifë shtetërore dhe të vazhdojnë me atë letër A4, formatin A4, por të kenë leje qëndrimi dhe të mund të punojnë dhe të udhtojnë për në BE. Nga ana tjetër, është një ndihmë që i ofrohet administratës greke, drejtorisë decentralizuar Departamentit të Emigracionit për të lehtësuar volumi i punës. Mundi ka ndonjë aleancë, unë shikoj prezantime një aleancë ndërmjet 4-5 vendeve këtu në Bashkimin Evropian. Kjo aleancë, si shikohet nga Bashkimi Evropian? Ka ndonjë direktivë Bashkimit Evropian ku shikon që ashpërsimi i ligjeve të emigracionit po ndodh me një shpejtësi të pamendueshme? Shpëtim të ndashur bashkëtar nuk është çështje aleancë, është çështje e ndryshimit të politikave në tërësinë e tyre në gjithë Bashkimin Evropian në themel. Unë them edhe më herët, kemi ndryshimin e filozofisë vitet fundit nga një politikë miqësore me kufin të hapur në thonjza, ta themi kështu, ku vendet e Bashkimit Evropian i mirëprisin emigrantët, refugjatët, i sistemonin, u ofronin ndihmë sociale, i akomodojnë ata në njësi fjetje, më pas i integronin në tregun e punës me politika ndryshme, me përjashtimin të Greqisë që kishte një sistem tjetër, edhe pse në dokumenta figuronte që i integronte, por kjo nuk ka ndodhur me Greqinë. Ka një problem i cili ka lindur me vitet. Në Evropë ka një problem të theksuar dhe vjen si pakënaqësi e stresave sociale kryesisht të qytetarëve të Bashkimit Evropian, ku shumë emigrantë kanë rrugën specifike në origjinën e tyre dhe nuk janë integruar në vendet e pritjes. Pra, si në Gjermani, në Francë, në Spanjë, në Portokalli, në Greqi, apo aq më tepër në vendet skandinave, dhe mjafton të përmendim faktin që ditën e dieshme edhe një ligj tjetër, madje një ligj shumë i rreptë nga Suedia, deri para 10 vjetësh Suedia ishte vend shembull i demokracisë dhe i funksionimit social dhe një shteti social. Aktualisht për shkak të dynjës së madhe të refugjatëve, të problemeve të kryera aty, kemi kthim të kriminalistikën, drograt, vrasjet, dhuna, grabitet, që duke kanë ofruar një frym tjetër. Është rritur shqetësimi në shoqëri, presioni nga poshtë dhe sigurisht politika ka marrë këto vendime dhe këto masa të cilat janë në tërësinë e tyre për gjithë Bashkimin Evropian dhe jo vetëm për Suedinë, siç e dinë shumë mirë dhe vetë Ministri i Emigracionit në Greqi e ka thënë dhe thënë që Greqia do të aplikojë formën më të ashpër të mundshme të këtyre masave, gjë e cila po vijon edhe nga vende të tjera. Mjafton të përmendim që janë 5 vende, të paktën 6 vende që kanë krijuar një aleancë për të krijuar kampe emigrantësh dhe refugjatësh në Afrikë. Është Greqia, është Belgjika, është Franca, është Gjermania, është Hollanda dhe vende të tjera që po negociojnë për të bashkuar. Por mendoj, ajo që është e fundit shpëtim dhe mendoj është më e rëndësishme, siç ne kemi thënë të parët, që tashmë një emigrant i cili deportohet nga një vend i Bashkimit Evropian, deportimi nuk vlen vetëm për vendin që ai deportohet, por vlen për gjithë BE-n. Në këtë kontekst është dhe vendimi i Komisionit Libe, ku tashmë po aplikohet, siç e tham, sistemi i bashkët i kthimit apo deportimeve, siç njohet, bashkë në on block për gjithë Bashkimin Evropian. Ju ritheksojmë edhe një herë, ju bëjmë thirrje të bëni kujdes
ku adresoni, kujt i besoni për t'u pajisur me lekë qendrinë, sepse situata dhe tashmë ligjet nuk janë ata që ju keni mundje apo jeni informuar, janë shumë më ndryshe, shumë më të ashpër dhe rrezikoni të penalizoheni. Siç e tham dhe më herët, jo më larg se ditën e dieshme, Suedia e ka më tepër komisioni civil për liritë civile, drejtësinë dhe çështjet e brendshme të Bashkimit Evropian ka marrë një vendim shumë të rëndësishëm, i cili jep të drejtë autoriteteve të Bashkimit Evropian të krijimin e rregullore dhe rrjedhimin për bashkëpunimin në të gjitha vendet e Bashkimit Evropian për deportimin e kryetarëve të vendeve të tjera, ose më saktë të emigrantëve dhe të refugjatëve, gjë e cila ashpërson masat dhe sigurisht krijon probleme serioze për emigrantët e paligjshëm në këto vende. Mendon se është një mesazh i Bashkimit Evropian, për si shpritur nga politika greke ky miratim i ligjit kaq i ashpër në Suedi? Nuk është mesazh shpëtim, është politik tashmë, politikë e cila po aplikohet e miratuar nga Parlamenti i Bashkimit Evropian dhe nga vetë organet mbretërore të BE-s, është një politikë e cila është orientuese dhe më saktë është politikë e cila insistohet nga BE për të aplikuar nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian, gjë të cilën Greqia po e aplikon me procedura të përshpejtura për shumë fakte, si dini tashmë. Greqia është porthyese dhe vijnë shumë emigrantë refugjatë nga linja mesme, edhe pse numri i emigrantëve refugjatë vjen gjithmonë duke rënë dhe gjithmonë në zbritje, Greqia nuk ka hezituar, nuk ka nguruar në asnjë moment të ashpërsoj masat ndaj emigrantëve, qofshin ta të rinj apo ata që janë brenda. Dhe kjo është një pikpyetje shumë e madhe, nga një anë Greqia dhe vetë Evropa ka nevojë për krah të lirë pune dhe për llogaritje Evropës aktualisht i nevojitet rreth 2,5 milion punëtor nga vendet e treta, njëkohësisht nga ana tjetër ashpërson ligjet për emigrantët dhe refugjatët e pa rregull që jetojnë brenda tyre. Në këtë kontekst edhe në Greqi po vijon të aplikohet të njëjta procedurë ndaj kujdes me personat që i besoni për të aplikuar apo për të renovuar lejen e qendrimit. Unë ju faleminderit. Ishte kënaqësi. Unë ju falenderoj.